Krerët më të lartë të shtetit dhe drejtuesit politik kanë uruar besimtarët musliman për përmbylljen e muajit të shenjtë të Ramazanit dhe për kremtimin e Fitr Bajramit. Nga komuniteti musliman shqiptar, presidenti Bajram Begaj dhe kryeparlamentarja Elisa Spiropali uruan për begati, paqe dhe lumturi, ndërsa vlerësuan si Xhevahir bashkëtesën fetare në Shqipëri. Të jemi solidar me njëri tjetrin, të shtrim dorën njëri tjetrit, të ndihmojmë të pamundurit dhe të jemi të bashkuar në shërbim të interesit ton madhor, në shërbim të interesit të harmonisë fetare, të dialogut ndërfetar dhe të interesit ton kombëtar. Gjithmonë festat e të mirat ne i kemi ndarë me njëri tjetrin pavarësisht besimit fetar dhe është një dëshmi e qartë se si toleranca e vërtet, vllazëria e vërtet mes komuniteteve shqiptare është një realitet. Ti uroj të gjithë shqiptarët, pavarësisht besimit, po s'pari besimtarët musliman e të gjithë të tjerët për shëndet, për gëzime, për mbarësi e më shumë dashuri në jetën e tyre. Zoti ju apranoft lutjet dhe ju shpërbleft, uroi edhe kryeministri Edi Rama, teksa shpërnda një video të iftarit të shtruar në Tiranë në këtë muaj të argjërimit. Edhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i ka uruar besimtarët për përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit dhe shkruan se ky Bajram qof një burim dashurie për të afërmit tuaj, e sjell të paqe e mirësi për të gjithë ju. Le të mbushen zemrat tona me mirënjohje dhe shpresë. Kështu e nis urimin e tij Lulzim Basha që vë theksin tek ndihma që duhet i japim familjeve më në nevojë. Nga Qelia edhe Ilir Meta ka uruar besimtarët musliman dhe duke cituar disa pjesë nga Kurani, thotë se duhet të forcojmë besimin dhe të mbajmë të ndezur dritën e shpresës, edhe të qëndrojmë të palëkundur përballë çdo sfide. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në urimin e tij thotë se shpreson se i gjithë fuqishmi të pranojë sakrificën e tyre dhe ta kthejë në mirësi për ata, familjet e tyre dhe kombin shqiptar. Një mesazh urimi përmes rrjeteve sociale për të gjithë besimtarët shqiptar ka ardhur edhe nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti.